إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kë e udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb dhe kush me vetë dëshirë zgjedh rrugën e humbjes, nuk ka udhëzues për të pos Allahut subhanahu wa ta'ala. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër pos Allahut dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Të nderuar vëllezër, e shohim në përditshmërinë tonë, shohim shumë gjendje të njerëzve. Ndryshojnë gjendjet e tyre në bazë të jetës që e bëjnë apo në bazë të asaj se me çka janë sprovuar. Shohim njerëz të cilët kanë një jetë të cilën vetë e kanë zgjedhur si të tillë, me stres, me depresion, jetë që I ofron vuajtje e mërzi, jo për shkak që ata nuk kanë zgjidhje për të, mirë po është ai sistemi vetë të cilën e kanë zgjedhur. Nëse është kështu, nëse një person është duke jetuar këtë lloj të jetës, atëherë me depresion, me stres e me ngurtësim të zemrës, a ka zgjidhje për të? Në fakt, ai person adreson kërkimin e ndihmës së tij në adresën e duhur, me çfarë vepre mundet ai ta shliroj veten e tij prej ankthave të kësaj jete, apo të kush duhet të drejtohet? Një sejdë të nderuar vëllezër, një sejdë e sinqertë për Allahun subhanahu wa ta'ala është e gjitha ajo se çka I duhet personit të tillë. Ai ndoshta është larg zgjidhjes së problemit për vetëm një sejdë, mirë po një sejdë të sinqertë, një sejdë që e bën vetëm për Allahun, edhe I çon aty hallet e tij, edhe e dorëzon veten e tij plotësisht para krijuesit të gjithësisë. Ndoshta Allahu përmes një sejdëje që ti e bën, e jeton atë, e ndjen atë, ta ofron gjithë zgjidhjen e gjithë problemeve tua. Çka është kjo sejdë? Pse ka rëndësi kaq të madhe kjo sejdë në zgjidhjen e problemeve tona? Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pozita ma e afërt për robin është kur ai është në sejdë, fa akthiru ad-du'a, thot prandaj shtojini aty lutjet. Në atë moment njeriu e vendos fytyrën e tij, pjesën e tij më të ndershme, pjesën e trupit më të ndershëm, e vendos para Allahut subhanahu wa ta'ala, e vendos në tokë duke ju nënshtruar atij me përulësinë më të madhe edhe me përkushtimin më të madh, duke shpresuar ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në atë gjendje, robi arrin kulmin e përuljes edhe nënshtrimin ndaj Allahut, për këtë arsye është ai në pozitën më të afërt me të. Njeriu zakonisht kur ka probleme mundohet që me I adresu ato në vendet e duhura. Kur është I sëmur, mundohet që ta vizitoj mjekun e duhur. Kur ka probleme në shtëpinë e tij, mundohet që ta thras mjeshtrin e duhur. Ndërsa kur e ndjen se zemra e tij kërkon diçka më shumë, ku shkon? Shkon në takim me Allahun subhanahu wa ta'ala. Sejdja të nderuar vëllezër është takim me Allahun subhanahu wa ta'ala. Përmes sejdës të arrin shumë, përmes sejdës të ngritesh, edhe pse trupi yt për ulet. Përmes sejdës, sejdja është e vetmja për ulje që ty të ngrit, është vendi ku ti tregohesh I dobët përballë të fortit, edhe e ndjen nevojën për të dhe përmes saj ti e përmirëson veten tënde edhe I arrin qëllimet e tua. Transmetohet se një prej sahabëve pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tregom ma një vepër me cilën Allahu na fut në xhennet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha, alejke bi kathrati sujud, tha përmbaju sejdëve të shumta, fa innaka la tasjudu
tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja, sepse ti nuk e bën asnjë sejdë vetëm se Allahu do të ngrit ty në grada përmes saj, wa hatta anka biha khati'a, edhe përmes saj Allahu ta fshin mëkatet. Përmes sejdës ti e ndjen dobësinë tënde përballë Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo dobësi ty nuk bën të nënçmuar, përkundrazi nëse e ndjen atë të vën më të fortë. Përmes sejdës çdo barr që ti e bart në zemrën tënde apo në mendjen tënde zhduket, e ndjen afërsinë tënde me Allahun, e ndjen afërsinë me ata i cili është në dorën e tij të shpëtojë nga këto gjëra që të rëndojmë, edhe padyshim se do të shpëtojë nga to. Çka kërkon robi më shumë se sa takimin me Allahun subhanahu wa taala? Për çdo takim me njerëzit me pozita duhen aranzhime e kërkesa të ndryshme, edhe prap kur të kthehet prej tyre mund të kthehet i nënçmuar, mund të kthehet i mërzitur, ndërsa me Allahun është më ndryshe. Me Allahun e ke këtë mundësi të hapur në çdo moment. Një sejdë të ndëruar vëllezër është takim me Allahun subhanahu wa taala, edhe Allahun e kemi më afër se çdo kënd. Thot Allahu: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib", edhe nëse të pyesin ty robërit e me, për mua thuj un jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, i përgjigjem lutjes së lutësit kur më lutet mua. Prandaj afrohu me Allahun përmes sejdës. Paraqitja Allahut problemet e tua aty, edhe kërko zgjidhjen e problemeve tua në takimet me Allah subhanahu wa taala, sepse ndoshta gjithçka që aty duhet është një sejdë. Amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, thot pejgamberi alayhis salam, ndërsa sa i përket rukus, madhërona aty Allahun, wa amma as-sujud fajtahidu fihi fi ad-du'a fa innahu qaminun an yustajaba lakum, ndërsa sa i përket sejdës, përpiqeni në të me shumë lutje, sepse është vendi më i afërt ku mund t'ju pranohen duat. Elusim Allahun që të na bëj prej atyre që jemi vazhdimisht në sejdë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala edhe fitojnë faljen e tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Të nderuar vëllezër, një sejdë të jep shumë, mirë po edhe tregon shumë. Një sejdë tregon dorëzimin tënd ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, respektimin e urdhrave të tij. Me një sejdë melekët ju bindën Allahut, ndërsa me një sejdë shejtani refuzoi atë dhe fitoi mallkimin e tij deri në ditën e Kiametit. Prandaj kur e përmendim shpesh sejdën edhe takimin me Allahun, nuk është për qëllim të jemi pranë tij vetëm kur ne kemi nevojë, ndërsa të largohemi nga ai në gjendjet tona të mira, por të jemi vazhdimisht në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe sejdja është pjesë e namazit me të cilën ne e adhurojmë më së miri Allahun subhanahu wa taala. Një sejdë është krejt ajo që ty duhet me nis afërsinë me Allahun subhanahu wa taala, mirë po ato i pasojnë edhe shumë sejdë të tjera që duhet me i kry duke e fal namazin. Prandaj shumë takime, prandaj mos e shiko sejdën si një gjë e cila është barr apo mundi për ty, mirë po shikoje atë si një mundësi të artë për të afruar tek Allahu subhanahu wa taala, edhe për të takuar me to shumë herë gjatë ditës tonë. Ndërsa takimet me Allahun janë gjithmonë të ëmbla, janë frydhënëse, janë mëshirë, janë qetësi, janë falje, e mbi gjitha janë ngritje për robën. Prandaj shpeshtoni ato duke fal namazin. Mos u largoni nga Allahu, mos u largoni nga takimet me të, mos u largoni nga vendi i vetëm ku e gjeni qetësinë edhe ku e gjeni zgjidhjen e problemeve tua. Allahu na bëft prej atyre që vazhdimisht i kërkojnë falje Allahut, Allahu na bëft prej atyre që vazhdimisht jemi në sejdë, i lutën atij, i kryejnë obligimet ndaj tij, edhe na ngrit në grada përmes uljes edhe në shtrimit edhe dorëzimit që ja bëjmë Allahut subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة